Djegja e mbeturinave urbane në Bashkinë Kukës vjon prej datës 10 gusht të këtij viti. Mbeturinave u është vënë zjarri gjatë verës nga persona ende të paidentifikuar. Punonësit e zjarrfiksës dhe ato të Bashkisë Kukës gjatë ditëve të para të rënjes së zjarrit u munduan ta izolojnë atë dhe shuajnë vatrën, por pas disa përpjekjesh nuk kanë arritur që ta neutralizojnë plotësisht vatrën. Banorët e zonave përreth, por edhe ata të qytetit të Kukësit, i cili ndodhet 2 kilometër larg vendgrumbullimit të mbetjeve urbane, ankohen për ndotjen masive, që shkakton era e rënë dhe tymi i mbeturinave. Mamzi nuk ka se kena ndaj problem madh, po këto për rrethi. Pse se vesh mëngjes një herë, ku të qohemi, nuk kemi mundësi me ha pas dyras drejtore. Pa le mu arë i kret. As kush nuk ka arë, bile mu marë, parasysh as në pyta, që ashta, ku ashta. Ndërkohë, qytetarët ngren dyshimin se djegja e mbeturinave po bëhet qëllimisht nga vetë institucioni i bashkisë. Vendin e zjarrit vetë ja u vjen zjarrin, se kush nuk shkon atë të mbeturina. Krahas ndotjes masive, vendgrumbullimi i mbetjeve është kthyer në një burim infeksionesh edhe për bakteritë e fshatarëve, pasi zjarri ka shkatruar plotësisht rrethimin e mbeturinave. Ne kemi edhe bakti, nëse një lajmë baktit me dalën e kamali. Se shkojnë dhe të mbeturina, qas hajnë, qas pinë, a që unë nuk pijet. Po shkojnë mbeturinat atje, po shkoj baktia atje. Nuk pijet qumshti i aty në lloj mbeturinash. Vendgrumbullimi i mbetjeve urbane në fshatin Muçmamës shërben për grumbullimin e të gjithë mbeturinave të qytetit të Kukësit dhe 14 njësive administrative të tij. Bashkia Kukës prej vitit 2008 menaxhon vetë mbetjet urbane përmes Drejtorisë së Shërbimit të Pastrim Gjelbërimi.